Qeveria ka dërguar në parlament një projekt ligj të ri që parashikon sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet dhe përmbytjet. Sipas ekzekutivit, nisma synon të garantojë kompensim të shpejtë për qytetarët në rast fatkeqësish natyrore dhe të ulë barrën financiare mbi buxhetin e shtetit. Modeli bazohet në praktikat e vendeve si Turqia dhe Rumania, ku sigurimi i detyrueshëm ka ndihmuar në përballimin e dëmeve të mëdha. Shqipëria mbetet një vend me rrezik të lartë sismik, me 12 tërmete mbi 6 ballë që nga viti 1900, përfshirë atë shkatrues të vitit 2019. Edhe përmbytjet kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në vitet e fundit, duke prekur banesa, bujqësinë dhe infrastrukturën. Projekt ligji parashikon që primi i sigurimit të paguhet nga pronari, të llogaritet sipas nivelit të rrezikut, ndërsa qytetari do të mbajë një zbritje 2% të vlerës së dëmit. Debati tani zhvendoset në parlament, mbrojtje e domosdoshme financiare apo një barrë e re për qytetarët.